Një incident me të shtën armësh është regjistruar paraditën e së premtes në aksin rrugor Lezhë-Milot në fshatin Gajush, ku një automjet me sjellje të rrezikshme për qarkullimin nuk ju bind urdhre të policisë për të ndalur. Sipas burimeve zyrtare nga policia e shtetit, drejtuesi i mjetit ka kryer manovra të rrezikshme në trafik dhe në momentin që efektivët e kanë sinjalizuar për ndalim, ai ka tentuar të shpëtojë duke rrezikuar përplasjen me patrullën policore. Veprimet e tij janë konsideruar si një kërcënim i drejt për jetën efektive, çfarë ka sjellë reagimin e menjëhershëm të tyre. Një nga punonjësit e policisë ka përdorur armën e shërbimit duke qelluar në drejtim të gomës së mjetit për të parandaluar një ngjarje të mundshme me pasoja të rënda. Nga të shtënat nuk është raportuar asnjë i lënduar. Drejtuesi i mjetit, 26 vjeçar Justin Dushku, banues në Lezhë, është ndaluar dhe shoqëruar në komisariatin e policisë Lezhë së bashku me një 20 vjeçar pasagjer. Mjetin e ndaluar. Nga verifikimet e rezulton se Dushku nuk posedonte leje drejtimi, ndërsa gjatë kontrollit të automjetit policia i gjeti një armë të ftohtë. Ndërkohë, prokuroria e Lezhës dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, AMP, ka nisur hetimin për të vlerësuar lishmërinë e përdorimit të armës së zjarrit nga ana e punonjësit të policisë, duke analizuar situatën dhe proporcionalitetin e veprimit ndaj rrezikut të paraqitur. Policia deklaroi se veprimet e patrullës kishin për qëllim neutralizimin e një rreziku të menjëhershëm dhe mbrojtjen e jetës së efektiveve dhe qytetarëve, ndërsa theksoi se do të vijojë me kontrolle të rrepta për të garantuar sigurinë rrugore.